Nuk do të mungojnë mysafirët. E sonte, po e nisim kështu me Burakun, Burak Behapëm, e kemi shumë kënaqësi që e kemi sonte në studio. Burak, mirë se erdhe, edhe po shpresoj që e ke ardhur me kom të hajrit, sepse është edicioni i parë sonte edhe po besoj që kemi me nisë mbar me ty. Faleminderit, shumë mirë se u gjeta, është kënaqësi me qenë pjesë emisionit parë, do me thonë Era Ver, besoj që e kam komen e hajrit. Po shpresojmë shumë. Në fakt, na këto e vrejmë vetë edhe prej punës të madhe që ki që i kështu gëgja i hajrit, po ta shteshojmë. Burak, të regëm fillimisht si je edhe si ka një zvera për ty, e dim se tashmë vetë keni pas ato dasmat e para, cilat janë organizu, po të regëm përgjithsi kështu si ka një zvera. Kështu, unë personalisht jam shumë mirë me shëndet që është më e rëndësishme sidomos për këngëtarët. Vera ka fillu normal që ne kemi pas, do me thonë, edhe para verës darsma dhe sezon gjeshur me mramet maturave, kështu që ka qenë pak ma e letë, sepse është e vështirë kur e ke një pauzë edhe me fillu. Normal që natyrisht dihet që fillimi është pak ma i ranë, po tash jemi adaptu edhe po shkon gjithçka shumë bukur. Vera e dina që është shumë dinamike, në fakt keni shumë punë, keni shumë angazhim, për në të njëjtën kohë sa po gjen kohë për veten Burak, sa po gjen kohë me dalë, me shiu pak verën, a ke mundësi ndoshta me shiu sa të pak edhe ndoj pushim, qoftë në vikend? Jo, realisht, do me thonë korrekt edhe në gusht, nuk kam asnjë mundësi me i kushtu kohë vetët normal, unë i kushtoj kohë kështu, po me dalë, jo, nuk kemi kohë. Jemi, do me thonë, të fokusuar vetëm me darsmat. Para sezonës normal i kryjmë ato pushimet, edhe pasaj kur përfundon sezona, i shijojmë tamam ashtu që është duhet pas sukseseve që i kemi. Tash e bënim 10 vjetë vetë prej karrierës gjatë që e ke kriju, duke këndu edhe duke qenë pjesë e ahengjeve të ndryshme, edhe je një ndër këngëtarët më të kërkuar në fakt. Edhe po besoj që kjo të ka marrë goxha kohë për me qenë një prej më të kërkuarve, edhe ku qëndron krejt ajo e mira e besimit njerëzve që e ke fitu Burak? Natyrisht puna e madhe që bëjmë jashta, sepse njerëz do me thonë shohin vetëm fotografin finale, po do të sakrifice madhe, punë e madhe, natyrisht edhe me përkrajën e shumë njerëzve, shumë miqve, dashamirëve, është pak ma e lehtë, edhe normal kur dëm publiku, kur e pëlqen zonin, këngët e tua, është edhe normal edhe ma e lehtë. Kështu që kisha shfrytëzoj rastin me i falenderu gjithë ata që kam besu në mu, edhe ata që më kam përkra prej fillimit deri tash. Edhe një lidhje shumë të veçantë në këto ahingje në fakt e ke pikërisht me familjarët. Sa është vështirë ndoshta me qenë në të njëjtën kohë shumë profesional, për në të njëjtën kohë shumë i afërt me familjarët e dasmorëve, njerëzve që vetë se të kanë ftu në ahingun e tyre? Nuk është e vështirë, sepse kur e din që dikush të më thonë është në gjendje edhe datën me ndru për me qenë t'i pjesë e ati ahengu, është kënaqësi e madhe edhe të më thonë është një falë lidhshmërie që muj me thonë edhe ne ndihemi si me qenë pjesë e familjes, që është shumë e lehtë kur bëhet me dashni ajo punë. Sonte je në Prishtinë me sa mora vesh, tash pas emisionit sigurisht se kemi qenë në Dasim apo jo. Këtë sezon je më shumë në Prishtinë apo je diku jashtë Prishtinës, sepse e di që agjendën e keni goxha të ngjeshur, edhe në fakt je në secilin pjesë të Kosovës, po edhe më tej. Si është këtë sezon, edhe në fakt sa dallon sezona prej sezonës, Burak? Fatmirësisht për neve nuk është që po dallon shumë. Tash e 5 vitet e fundit muj me thonë që gjithmonë kemi qenë të angazhuar në për gjitha vendet ku flitet shqip, jo vetëm në Kosovë. Po këtë sezon shumicën e darsmave jemi afër Prishtinës, në Prishtinë. Kemi darsma, do me thonë, në për gjitha qytetet, po pjesën më të, do me thonë, më të ngarkuar që jemi në Prishtinë. është fat për mu, sepse jetojmë në Prishtinë. Sidomos edhe në këtë kohë kur në fakt ka kolona gjata, për shkaktare e smërgjimtarve, mandej dasma, hizet ndryshme, goxha sfiduse. Edhe shumë ma letë për mu, sepse edhe temperaturat tash janë të nalta dhe nuk po kam nevojë me lëshu klimën. E me uftofa diçka mandej. Unë e di se në fakt këtë pyetje ta kam bë ka herë, dhe të kam pyet shumë shpesh, po nëse mundemi me rikthi sot dasmën e parë në cilën ka këndu Buraku. Cila ka qenë dasma e parë edhe tregam si ka qenë për ty ndjesia e dasmës të parë? Dasma e parë ka qenë në Podujev, mos gabofsha. Në Lap. Po, në Lap.
Normal ka qenë me shumë emocione dhe si një djalë i ri edhe një djalë që ka fillu të me thonë për herë parë me këndu se unë marrët kam qenë instrumentist edhe nuk është që nuk kam qenë pjesë e darsmave edhe e kum pas muj me thonë një mini eksperience që më kanë ndihmu shumë, po normal kur t'je këngëtar përgjithësia është shumë më e madhe edhe ka qenë më kujtohet kur kom këndu në sofër edhe disa kongë atëre fillimi nuk i desha shumë kongë të sofrës edhe i kom shujt me një letër edhe po ta letrën këtu edhe ta ashtu i shiku kongë në nësëp e por që atëme dyqyshe mërën si më mërën nuk ju pëlqeja i sen edhe kjo më kujtohet për atë arsye më kujtohet dasma e por që kam qenë po dhe po. Sigurisht. Je pagu shumë borak në dasëm a jo? Jo. Jo, a? Normal që fillimet kanë qenë, do më thonë ka qenë knasi me qenë pjesë një darsme edhe me fillu. Çdo fillim e ka, do më thonë, ajo dëshira e madhe, veç fillojmë edhe tani për pagesë, le të bëhet që të bëhet. Që të bëhet. Unë e di se sigurisht në realë shumë të rëndësishëm ka dhe pagesa, po në të njëjtën kohë këtë pasionin e këtë dashnin që e ke për brenda, nuk besoj që është pagun asgjë. Çka të bëni ty prej kësaj dasme me kuptu që buraku duhet të jetë në dasma, duhet të jetë në hexhe, duhet të jetë duke kënaqtur me njerëz. Po, normal që në fillim prej emocioneve, prej jo eksperiencës si këngëtar, kum pas momente që kum dyshu a më me vazhdu ajo, edhe ka qenë në fillim pak e vështirë, kjo pjesë, sepse unë edhe si person kam qenë asi personi që dyqysh ngërej me tregu ato që di me bo, nuk kam qef me imponu diçka temën edhe realisht unë në fillim nuk është që kum besu që më me vazhdu sepse kam qenë në klarinet comfort zone edhe dyqysh këngëtar e kum pa një përgjithësi shumë atë madhe se sa me qenë instrumentist edhe realisht unë personalisht nuk është që kum besu që kum me arë në këtë ditë. Po fatmirësisht, tash e këto edhe njerëzit dojnë shumë dhe publiku dënë shumë, po përveç publikut, unë e di se kini dashni goxhat madhe dhe prej mërgjimtarve. Edhe e di që janë pikrisht ata që ndoshta në shumë të prej këtyra hexheve që ti e pjesë e tyre janë mërgjimtarët. Cili është raporti yt me mërgjimtarët edhe në fakt sa e vren që ndoshta ata vinë, investojnë në vendin tonë, se një farforme është edhe investim vete. Sepse është një prej temave që gjatë gjithë kohës diskutohet shumë, mandej diskutohet edhe pjesa e kontributit mërgjimtarve tek ne, si është e buraku. Me qenë se je gjithmonë i sfidum bashkë me mërgjimtar. Darsmat, sidomos në kohën tash në korrekt edhe gusht, më me thonë 90% darsmave janë të mërgjimtarve që im varemi shumë prej tyre, edhe ata që jetojnë këtu edhe i bojnë darsmat, realisht pa mërgjimtarët nuk e ka atë ngjyrën, ato ngjyrat e bukura që ja jepin, edhe ata dyqysh po mdokët e ndjejnë ma shumë muzikën, e dojnë ma shumë se na, sidomos muzikën popullore, edhe përgjithësi kështu nëse flasim për ekonominë, dihet që ata janë infuzioni më i madh që e kemi, edhe faleminderit që kontribuojnë gjithmonë në çdo kohë për vendin e tyre, se realisht nuk muj me bo këtë ndasin që është kriju kohët e fundit, është vendit tyre, ata veç shkojnë punojnë, po vendit tyre është këtu. Të e pas parasysh se jemi shqiptarë dhe prej traditave tona, po besede në vendet tjera është shumë normale që takohen mërgjimtar me mërgjimtar, apo dasmor me dasmor, ke pas rasin që ndoshta janë taku aty për aty ku ke këndutje dhe mandej po të njëjtit s'kam ftu me ndoj dasëm? Po, në përmramjen normal që ka që takohen edhe që realisht... Një vend takim, ashtu? Po, takimi parë, ka një shif për shembull, po ashtu në Podjev ka qenë, ata do më thonë jonë taku me një mramjet timen, edhe gjithmonë i kanë dëgju kongët e mija, në darsmën e tyre, ata mi kërkëshin balada që i këmëne. Dhe avësha, a po prit një di sot prej e tortja, edhe i këndoj kongët balada se dyqysh... Në kulmin e atmosferës balada, nuk shkon. Tani thonë
Tu pas ka ardhë me na bo me vujt edhe i kom këndu baladat e mija vetëm për shiftin. Baladat e tua në fakt janë shumë të preferume, edhe njerëzit i dojnë shumë, publiku i ndëgjojnë në shumë, edhe sigurisht edhe në dasma i kërkojnë. Po Burak, cila është një prej këngëve që ti e ki kështu ma përqefi? Ose që ndoshta publiku e kërkojnë më shumë? Po kënga ime do më thonë që kërkon publiku më shumë që është Martesa pa dashni, kënga Malli me shkurtën. Martesa pa dashni a kërkot në dasma? Se jemi pak interesantës. Mysafirët ma kërkojnë, por unë s'muj me këndu se baladat nuk i këndojnë dasmën vetëm nëse në fund të dasmës dikush ka dëshirë të madhe, ja bëj qefin. A e këndojnë pak sonte, me qenë se Martesa pa dashni, ose cilën do këngë që te dhe në që publiku e dënë shumë? Po, Martesa pa dashni, kënga personale imi është një këngë që ka pas impakt shumë të madh në karrierën time dhe që e kërkojnë shumë. Kënga që më pëlqen mu më shumë të imi është kënga Vret, balada. Edhe kënga më e suksesshme është me shkurtën Malli. Cilin dush për këtyre trijave zgjedh sot për publikun e televizionit të shtatë me shumë kreaci e nisi me muzike? Po e këndoj masi e pëlqejnë Martesa pa dashni, po e këndoj Martesa pa dashni. Martesa pa dashni, se di a ka një emër, si quhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër. Martesa pa dashni, është fatit i zi, është fatit i zi. Nuk kam faj Burak që kërkojnë këtë këngë. Burak nuk po du me të vu shumë ciklet, mirë po, kur flitet për këngëtarë si ju që jeni gjatë gjithë kohës prezent në hegjet ndryshme, mandje ka dhe publikimet, videove të ndryshme që qarkullojnë rrjetet sociale, janë pagesat, janë bakshishet e shumëta që këngëtarët i marrin. Po shojmë kohëve të fundit ndoshta numër të madh, shifrat më dha të parave, cilat po shfaqen në përsalla dasmash të këngëtarët, si shete dhe në fakt so ndoshta edhe ty ndodhe njëjta. Po ka rase kur ndodh, po unë krejt e din që nuk është një pjesë që e pëlqej shumë. Do më thonë, tash kam fillu në darsma, nuk po ka përshëndetje, apëdin me rrjedh darsma, këngëtari me mujt me shfaq ata që din në mënyrë ma profesionale, sepse me përshëndetje mundet me pas keq kuptime dhe hatërmbetje. Unë personalisht do më thonë dijem siklet kur dikush me zgjat paret me amar, dyqysh nuk e di, është shumë pjesë. Pse Burak? Nuk e di. Ku qëndrojnë problemi i bakshishet? Sigurisht është diçka që ndoshta vetë me iniciativë të dasmorit ose të kujt tjetër, po ku qëndron problemi të tep që pavarësisht prej tjerëve nuk e dën bakshishin. Nuk e di, ngushtohem edhe disi une, për shembull sonte ku me këndu për qiftin, për atë familjen, dhe tash dikush me atë bakshish realisht me ndonë e ka një dëshirë, shembull një këngë që ndoshta nuk përputhet me repertoarin që unë jam të e këndu në atë moment, edhe ti dush me dalë pak për vetës, tani ka keq kuptime, dikush bëhet nervoz. Edhe, po përgjithësi është për mu pjesë e sikletshme, e ku më thonë edhe ma herët, edhe pse në për komente njerëz e këthejnë dyqysh, ashtu jo, abden mundohen me bo këtë pjesën e bakshishit, sikur me qenë një pjesë ku ne shkojmë ja fusim dur dikujt në gjep edhe ja marim paret, edhe për atë arsye nuk është që e dushëm. Pagesa, do me thonë, bëhet prej familjes që na ka ftu atë natë, edhe na jemi në direktivat tëre faktikisht, edhe mundohu me aspegu mysafirëve tjerë që për shembull, kur i them sot nuk ka përshëndetje, pse s'ka përshëndetje? Ti s'pidoj sheparet. Po, zoti shpis ka thonë s'po du përshëndetje, po du me më rrjedh darsma qysh te ki repertoarin, edhe për mu është shumë ma e letë. Shumë ma e letë. Unë e du atë pjesë shumë ma shumë, se sa pjesën ku, do me thonë, ka bakshesh shumë, normal, në darsmat mija nuk po thëmë që nuk ka bakshesh, faleminderit prej gjithë atyre që
furth. So dosma I ke krejt, Burak, edhe në fakt, përveç se ndosma, ako që këtu në Kanagjeqe? Në Kanagjeqe, kohët e fundit nuk është që po shkoj shumë, se janë ma të lodhshme. Ma ndi ndalemi këtu. Janë ma të lodhshme, dyshysh, unë mendoj që në Kanagjeqe duhet me knu një femën. Unë qashtu e shë, dyshysh Kanagjeqen, se janë ato kongët e nusës, e kongët e Kanagjeqit edhe për atë arsye nuk është që shkoj shumë në Kanagjeqe. So dosma total si vetë? Realisht ai shoku I grupit Labi I ka do më thonë krejt datat e kontraktume që I shënën edhe që I ka sakt numrin, unë nuk është që mirem shumë me këtë pjesë, po prej kurrikut do më thonë deri në fund gushit, po kemi edhe në shator darsma, dikun afro 50 ose më shumë, nuk pe di sakt. Po gjani numër I mirë kështu I dosmave. Me qenë se I përmenda nga Kanagjeqet, edhe pëndarim pikrisht të vojzat, të qikat që dojnë shumë kongën tonë, ose si është statusi I Burakut? Se me qenë se ka shumë vojza që e pëlqejnë zonin tënë, po besoj në të njëjtën ku kanë dëshirë edhe me të kontaktu, që po besoj merr edhe mesazhe pri vojzave. Si qëndron statusi I Burakut? Të dim vojzat a me të shënua ju, ma ndej Burak? Beqar, kështë që e kanë mundësin me të shënua? Unë do më thonë, ku më thonë edhe ma herët, nëse ndryshon statusi im, do më thonë ku me bo publike dhe nuk është diçka që du të me fshi. Ke ko tash me dalë në dojë mbromje, apo më dëshme shiu, kove të fundit ka pas edhe koncerte, ke pas mundësi me qenë? Shumë kam dëshirë me qenë në koncerte që po më bëhen kohët e fundit, se unë ndru, muj me thonë niveli, sidomos në koncert të Yll Limanit kam qef me shku, edhe mbesa ime, do më thonë, e dënë ekstremisht shumë, edhe I kom premtu që kom e qu me një koncert, po nuk kam mundësi fatkesisht. A kështë bënoj bashkëpunim me Yllin me qenë se përmende? Kurse kesh bo. Kurse kesh bo, okej. Me qenë se ishim do të diskutu pikrisht për jetën personale, edhe që po besoj që të shumë njerë sigurisht se edhe lunë një rol të rëndësishëm në karierën tënde, so e shet që ndoshta kishë stopu nëse veç kishë qenë në lidhja, po kishë pas edhe ndoj status tjetër. Sot kishë mengu ndoshta ky raporti profesional edhe taj personal. Po, ka periuda që do me thonë në profesionin tim e kum pas do me thonë arsyën e parë dhe jo marrë vetëm me atë pjesë. Tash muj me thonë që kemi impact ma të mirë, qka do që të ndodhë, nuk besoj që kish me prish punë. Fillimi normal që ka qenë për parësi e madhe për mu që kam qenë beqar, sepse lunë rol. Sa do që mujna me thonë që nuk lunë rol shumë. Sigurisht. Po ndalemi pikrisht të pjesa e ahengjeve, dosmave, në tërgove që keni numër gëzat ma tyre në këtë sezon, po a kime përgatin doj projekt? A kime cilë diçka të fundit për projekte kom shumë që... Apo dhe me vazhdu vetëm me këtë repertuari e dosmave? Për verë nuk është që kom mendu diçka me bo, po kam kongë përfundu me shumë, I kam bi 12 kongë që I kam përfundu, që kemi punu, do me thonë, në kohën e dimrit, edhe pas përfundimit sezonit besoj që ku me sjell kongë shumë bukra. Okej. E dim, edhe kemi dëgjuar në fakt prej shumë kolegëve tu se janë Maqedonia, që kërkojnë shumë këngëtar nga Kosova për dosma. Për ty, cilë është tereni kështu më I këndshëm, edhe që të kërkojnë mas shumë të ndoshta për me këndu? Fatmirësisht e thash që nuk është që unë kom punu vetëm ashtu lokal, me thonë, ka Prishtina, kom pas ftesat gjithmonë edhe në Lugin, Preshev, Bujanos. Bujanos janë darsmat e mrekullueshme, për një me I bojnë darsmat shumë të mira. Në Kosovë, Prishtinë tash dihet që ka darsma të mira, Prizreni, Suareka, Gjilani janë, do me thonë, vallëzojnë shumë bukur edhe dojnë muzikën shumë edhe krejt zhandret dyqysh I pëlqejnë të muzikës folk. Nuk kisha me vequ, se tash na jena si popull sevdali edhe kështu që nuk isha me vequ, nuk I dijet. Mundët me qilu... Varsisht do shta dhe pri dasmorve, pri familjarve, sa janë që dojnë me këndu me... Në rastet e shumë, tash rini ka shumë darsma, si të ka rini shumë, nuk është problem, ku do që I.
ke pa shumë qifte, ke pa në vendet ndryshme, ku je nuset ma të mira, se sigurisht ke pa edhe nuse pak ma në veshje tradicionale, ke pas mundësin. Ku mendon që i kushtojnë ndoshta pak më shumë vëmendje nuseve? Tash nuset pi kushtojnë vëmendje shumë edhe pi ndrojnë ka 3-4 fusana. Apo është e lodhshme edhe për juve, se më duket se për secilin fusan e kanë nga një... Unë besoj që më e lodhshme është për nuset, se sa për neve, se... Po shkën do me thonë koha të indru fustanat, nuk është pjesë që unë e pëlqej, nuk ja kësha preferu, sepse po shkën shumica e kohës edhe kur nuk është qifte aty, është pak ma ndryshe. Do me thonë, dasma gjithmonë fillon kur futet qiftin salë, se ata njerëzën arë për qiftin, edhe është ndryshe, do me thonë, ka periuda kur nusja shkën me ndru fustanin, edhe me njerë bjen atmosfera. Sepse jo shoqet, jo rinia, jo dikush shkën pasaj, abden këtë fokusi nuk është pjesë që e preferoj shumë. Kështë që nuse mos ndëroni shumë fustana, si pas burokët. Po e shumë në fakt edhe dasma shumë glamuroze, cilët janë duke u realizu. Dasma përveç se në Kosovë tash janë duke u bën dasma dhe në vende ndryshme. Goxha shumë shpenzime, po shohim në fakt edhe grimiren e kanë shumë shpesh me vete, paguhen ndoshta 2-3 këngëtar për një natë, sa mendon se ja vlen burak për me u bën një shpenzim kaq i madh për një dasëm? Kjo është dëshira e secili ka dëshirat e tij personale. Realisht dasmat kanë evolu shumë edhe muj me thonë që gjithçka është e shkruar në letër, kjo është e mirë, kjo duhet me ndodhë, pse jo, po me bo shumë argjime ndoshta nuk është e nevojshme, për shembull 3 këngëtarë nuk është e nevojshme, unë e di vetë këndoje, kemi bashkëpunime, secili na konvenon me qenë sa ma shumë, sepse na bjen me knu ma pak, po nuk është e nevojshme me bo shumë argjime të panevojshme. A kishe bo një dasëm për shembull me ndru 4 fustana, pse? Po për vete a kishe bo një dasëm tillë, një dasëm ndoshta atë madhe, keni grup goxha të madh që bashkëpunoni me ta, po të njëjtën ku ki dhe shumë kolegë. Unë s'kam qare pa bo dasëm të madhe nëse bëj, sepse kam shumë meqe dhe shamire. Nëse bëj, do të kjo pikë pyetje. Tash po e thëmë ashtu se nuk i dihet, por natyrisht që na i dojmë darsmat edhe darsma edhe bëhet edhe hatri i prindve, sepse prindërit janë ata që kanë dëshirë me pa edhe qatë natë, me mi pa fëmijët e tyre, do me thonë dhëndër nuse, anasjelltas, edhe normal që tash krejt mbarët edhe njerës sa kanë rreth, sa kanë familjare, meqe dashamir, edhe normal që rritet kosto. Me qenë se jemi drejt fundit të intervistës, sa është person familjar Buraku, edhe sa arrin ndoshta që me gjithë kohër edhe për familjar, ti përmende vetë se tash këtë në fund? Ata që më njohin kështu, do me thonë e din që unë jam shumë familjar, jam ideali që rri me shok që më rri tash 30 vite, do me thonë rri që aty në mahal, në lagje, jam shumë i thjeshtë, kështu që mundohemi kushtu kohë sa ma shumë familjes edhe njerëzve që jam rrit me ta. Mbram ke edhe loja, kështu që përdojnë pak jashtë kësaj pjesë, me kënishe me Spanjën apo me Argentinën? Realisht, unë nuk është që kam qenë me asë, unë do me thonë pasi që Kosova nuk është falifikuar, nuk është që kum pas shumë, se kem shumë afer, dyqysh edhe pritshmërit kënë mëdha, edhe nuk është që e kum pas dikën favorit kështu. Dihet që Kristianën e kum pëlqy, e kum përkra, normal që kjo zë me thonë që... Nuk e përkra edhe tasha? Messi, jo, zë me thonë që Messi nuk është lojtari më i mirë në botë, se njerëz e kisë kuptojnë, po në fund Spanja e fitoj sepse ka qenë skuadra më e mirë edhe lunë futbolin tash e disa vite, sikur një klub që lunë çdo javë bashkë, edhe lunë për një me futbolin ma kompakt në botë, tash e 20 vite e ka meritu edhe besoj që edhe në vazhdim Spanja ka me dominu futbolin botëror.
Burak, të falenderoj shumë për kohën që ndajte për një sot, edhe erdhe në edicionin e parë të Eraver për këtë sezon po flasim. Shumë kënaqësi, po shpresoj që sonte tash kemi kalu mirë, po besoj për këtë tash veç të dëjesh në dasëm, kënaqë sonte shijoje maksimum. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë për kohën. Gjithashtu kënaqësia ime, faleminderit juve dhe stafit.